Çfarë po ndodh në Itali? Italia pezullon një sër shërbimesh. Ja, çfarë po ndodh me lejet e qëndrimit për emigrantët? Në Itali janë pezulluar një sër shërbime si pasojë e shpërthimit të koronavirusit. Ndër to përfshihen edhe lëshimi i lejeve të qëndrimit për emigrantët. Për të paktën një muaj, procedurat në lidhje me lejen e qëndrimit do të anulohen. Po kështu edhe rinovimi i lejes nuk do të kryhet për të njëjtën periudhë kohore. Masat e marra shërbejnë për të evituar përhapjen e koronavirusit në vend. Në rang global, koronavirusi vijon të marrë jetë. Deri më tani janë regjistruar 3115 viktima dhe afro 100 njerëz që janë të infektuar nga koronavirusi në të gjithë botën. Italia e quajtur ndryshe si vatra e koronavirusit në Europë, ka shënuar deri më tani 52 viktima dhe 2000 të infektuar, por në 24 orët e fundit ka shënuar një ulje të rasteve të reja nga virusi. Greqia ka mbyllur 28 shkolla për të shmangur koronavirusin. Në Kinë së fundmi ka vdekur edhe një mjek, ndërsa rastet po shtohen shumë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Trump po merr masa të forta. Fatmirësisht, deri më tani Shqipëria nuk e ka pasur ende rastin e parë të infektuar me koronavirus.